Miq të Piskut, ju përshëndesim. Uroj që t'jeni mirë, ja ku takohemi sërish në episodin e 11. Apo jo? I 11 I 11. Jemi bashkë me Aleksin dhe me gjithë ju, për gjithë ju që na ndiqni, duke ju falendëruar shumë për konsideratën dhe është një nga videot Alex, dua që të informoj edhe për këtë që ka qëndrueshmërinë më të lartë në kanalin Pisk. Pra podcastet që ne bëjmë ndiqen nga fillimi deri në fund. Dhe ajo që është për të vlerësuar akoma më shumë është se ka shumë komente pozitive, ka dhe nga ata që i dim atë, por janë duke orientuar dhe ata, po dëgjojnë, po ndikojnë dhe por ka nga ata që shfaqin shumë kurreshti. Si e sheh këtë? Ata e shikoj si shenjë shumë pozitive, se do të thotë që janë të hapur, domethënë pranojnë, i përpunojnë ato gjëra që thuan këtu. Janë edhe të pafajshëm deri diku, po të shohër se ne jemi atë se çka po ushqemi, ne kemi thënë gjithmonë, jemi jo qëllimisht në atë ku jemi, ose vetë njerëzimi aty. Çdo gjë është një plan, na kanë vendosur aty ku na duan. Ajo është shënjestra e tyre. Gjithë ky sistemi që është ajo pakica, ata pak që ne ata 5 në Kret, dhe ata tjerët 5 tjerët që bëhen, sa mund të jenë, 1% shumë e vogël, 1%. Që bëjnë atë planin dhe na mbajnë gjithmonë me atë të bukurën, me atë tymnajin që na duket çdo gjë perfekte, çdo gjë, ndërkohë që këtej nga krau tjetër ndodh diçka, plas një flluz kanë plas një flluz fillon një luftë krah tjetër. Po pra, përpjekja e tyre është na mbajnë vazhdimisht të shpërqendruar. Larg vëmendjen nga ato që realisht po ndodh. Na bombardojnë me budalliqe, domethënë, thjesht vetëm që të largohemi që andej. Gjërat serioze i mbulojnë gjithmonë. Edhe i japin njerëzve lodra. Po sa do zgjasë kjo? Kjo është pyetja, sa do zgjasë kjo që kjo largimi i vëmendjes që po bëjnë ta, që to po luftojnë kaq shumë te pjesë dhe po na ushqin gjithmonë me këtë. Sa do zgjasë kjo gjëja? Për sa kohë kanë pushtet ata atje dhe nuk i çrojnë njos njeri, do vazhdojnë agjendën e tyre ata. Hi syve, këne bëhet kërdia, këne digjet pylli, ato thonë përqendrohet te pema. Jo, nga informacionet që ke ti dhe ato që beson ti. Pra do të jetë në pafundësi kjo gjëja që vazhdojnë këto të bëjnë, pra do fillojnë ta kuptojnë njerëzit te pjesë. Do e kuptojnë njerëzit. Do vi moment që do të rritet kjo përqindja e ulët që nuk e besojnë ose nuk e kuptojnë, nuk e shohin këtë, ose përtej kësaj tymnajës kur hapet ai mjergulla dhe të shohin që kur biri tymi, po, unë kështu e konsideroj të paktën. Do bjeri, po që të bjeri do të krijohet tjerë tymi, të çohet ja shkoj aty në maksimum aty ku s'u mban më, pastaj do filloj të bjeri ajo dhe të fillojnë të shohin qartë njerëzit. Ne tek videot e kemi thënë që jemi në atë fazën, atë pikë që është çuar në maksimum apo jo? Apo ka akoma? Është në fund tani, është aty ku po jep atë fundin e vet, që po prek atë cakun që s'ka ku shkojë më dhe pastaj do bjeri kështu drastikisht menjëherë. Do të bie, pra nuk do të ketë po të njëjtën ajo rënja, do të ketë po të njëjtën, do të marrë po të njëjtën kohë, siç është kohës që ka marrë për të ngritur edhe në rënje, apo do të bie menjëherë? Do bie menjëherë. Siç është, domethënë ata po veprojnë mbrapa kësaj perdes këtu. Ajo pra do bulet direkte, bam. Është si puna një objekti, avioni ose ku diun, që momentin kur ngrihet avash, kërkon atë procesin avash, por momentin kur ngrihet, kur bie pastaj bie është forca. Ajo fikse ndodhi. Ajo është teoria domethënë. Teoria. Mirë krahasuar. Sot jemi në episodin e 11. Ne kemi nisur edhe le të themi ne kemi futur një mini rubrik brenda këtyre Pisk sistemit, pra episodit që bëjmë her pas here, podcastit ose bashkëbisedimit. Ne kështu e konsiderojmë jemi thjesht për të ardhur sa më thjesht tek ju dhe ne kemi pritur të mirëkuptimin tuaj me lojën që bëhet me numrat. Pra ne kemi gjetur ta sillim pak më ndryshe këtë pjesë. Kemi kaluar te numerologjia tani. Po, 11, ç'a me 9-ën ishte shumë e bukur, më pëlqeu dhe nuk e habit me atë, madje një pjesë kanë thënë kemi filluar me boj lojë numrash domethënë si fëmijët, ku diun. Po jo, se ata që përmendën në fillim ti trajtojnë shumë numrat. Domethënë është pjesë e agjendave të tyre numrat. Ashtu, domethënë. Si trajtojnë? Pra, kjo duhet të qëndrojë edhe kishe për të thënë edhe një parantezë tjetër për 9-ën? Po, mi që më kujtove se
Kur e përfundoi misionin e fundit, merren gjithë ato të tjerat pastaj më brapa dhe mua Kështu që prandaj ne ngulin që ju të bëni pyetjet tuaja për sa i përket asaj se çka dëgjoni, si ndoshta ne na kapa i vrulli, dy njerëz jemi emocional, dëgjojmë, shohim, kemi kurrështet tona, mund të kemi shumë bazike dhe elementare, kështu që duke falendëruar, ju lutem na shkruani, na pyesni her pas here dhe do të keni konsideratën tonë për të dhënë një përgjigje ai sa i kemi gjykimin nëpërmjet Aleksit. Tani të nënta. Parantezë pastaj të kalojmë te 11-ta. Po me numrat si fillim hapjen. Shkurtimisht për 9-ën. Keni vënë re që nuk ekziston tek Windowsi kemi XP-n, 7-ën, 8-ën, 8.1, 10-ën. 11-ën pastaj vazhdon. U ka përcy 9-a. Iku kjo. Iku kjo. Keni vënë re ta iPhone-i 4, 5, 6, 7, 8 Pro Max ashtu 10-a. Nuk ka iPhone 9. iPhone 8 ka, si unë s'kam qenë, nuk kam qenë fan se iPhone-i. I ke gjitha, 7 Pro Max, Pro, 9-a se ekziston fare mas i ven. Është bërë kapërcim deri te 10-a. Po edhe këtë çudi. Jo, nuk është çudi për ne, por ato e kanë lloj edhe po ato kanë çdo qëllimshëm ato, diskutohet ajo, po. Gjithmonë te këto si rasti i yjeve që ne kemi folur në episode të tjera, si raste të tjera, pra këto i kanë brandet, simbolet, gjërat, japin mesazhe, kode në shumë fusha të ndryshme. Tu edhe në rastin e teknologjisë. Po, nuk i lëm vetëm 9-ën, vetëm kur e kombinojmë me diçka tjetër pasaj që do të them te këtë. Shohim që janë edhe 9-a, janë 9 rangje të ngjyllore, 9 janë. 9 janë të qejt, shtresat, se kjo është i pari që kemi neve këtu. Janë 8 tjerë mbi sipër. 9 muaj qëndron fëmia në bark nënës. 9 është i papar, gjitha ne 9 burr. Tani e përdori dhe ata 9-ën, ata të qinjt, po e themi të qinjt, se ata kanë shumë emra. Duke filluar tek qinj kemi titulluar që në fillim. Duke filluar nga 5 që pastaj zbret me të 300 të kënej, me 300 të Himalajave, janë kështu ushtri e tëra ata të organizuar. Me magji kështu të zhytur komplet, me ata e komandojnë botën ata. Numri 911 tani. Që e shohim, ata që janë në Amerikë janë më të qartë te kjo pjesa. Numri 911 që e shohin gjithmonë në dyrët e makinave të policisë. Po. Ata vendosin muaj në fillim, pastaj vendosin datën. Neve e kemi datën, pastaj muajin. Me 11 shtatorin? 11 shtatorin, domethënë ato e kanë pas atë datë prej dekadash e qarkullonte para syve të tyre në makinën e policisë. Shtatori 11 e kanë ato. Ne kemi 11 shtator. 9-11. Aty është ajo data që e rrëzuan. Pra këta kanë dhënë mesazhin, imagjino sa mesazhe kanë dhënë prej kohësh ata, e sapo japin prap tani me këto të tjera. Nuk lën asgjë. Ndoshta nuk për shkak të tymnajës që e kryen po vetë ta, që na japin këto estradën të cirkun, si edhe në rastin këtu në Shqipëri, po t'i lidhni gjërat me cirkun që bëhet, me këto tallavarat, me këto batutat e kryeministrit, jo vetëm kryeministrit, por edhe të krau tjetër, se gjithmonë anjësohen, thonë kur flisnin keq për kryeministrin, për flisnin për atë vrasës sinore, gjithë këto gjithë bashkë janë. Po për jashtë. Siç e thotë edhe Aleksi, ore jemi vetëm. Prandaj do t'i kthehemi njëri tjetrit. Nuk duam të kalojmë në idealizma, unë jam shumë kundër këtyre pjesëve. Është diçka personale, por gjykimin tim domethënë, por hajde t'japim dorë njëri tjetrit. Të jemi të mbajmë njëri tjetrin. Aleks, kalojmë pak te 11-a. Te 11-a pastaj do kalojmë tek pyetje, se kemi shumë pyetje, kemi shumë tema, do bie edhe episod i gjatë pastaj, japim gaz. Po. Tash kemi çik. Tani te 11-a. Kjo ka lidhje me këtë që sapo thash tani 9-11-i. 11-i shtatori 11. U goditën dy kullat që po ti shohësh nga larg, ty të duket si 11. 11, po. Prapë ajo 11-a. Futet këtu domethënë ata. E kanë si simbol të dy portave. Domethënë janë dy kollona që simbolizojnë një port. Janë kollona këto. Që lidhet me tempullin e Solomonit që duhet të ndërtojnë tani këta. Po. Është pothuajse i ngjashëm? Me atë ka lidhje ajo 11-a që simbolizon dy kollonat e hyrjes së tempullit të Solomonit që duan të ndërtojnë. Prandaj po bëhet ajo lufta në Palestinë atje. Edhe gjen sebebe të ndryshme ku dëgjon Isaion, për sebebe e kanë thesin plot. Po. Por qëllimi kur nuk na e thon. Forta është domosdoshmë si këto përfitojnë edhe nga, më thonë, za fal ignorancës ose padijes, se edhe të vetë njerëzve, të masës.
Edhe luajnë duke servir në formën më të mirë dhe më të afërt atyre. Ndërkohë që mbrapa, nëse po bim përsëritet duke thënë po të njëjtën gjë. Po, Pra është kjo është vërtet, ajo, ajo. por është shumë e rëndësishme që ta rithemi. Është një paradoks i vërtet që sot në shekullin që gjendemi, shekullin e 21, informacioni është aq haptazi, aq i pasur, dhe të njëjtën kohë ekziston padije e madhe. Si shpjegon këtë më burr? Dikur domethënë nuk ka patur këtë material që ka pas sot, edhe ka pas filozofë burr. Bosh zbulime futeshin domethënë dhe në shpirtin e njeriu dhe analizonin. Sot të lexohet ose shihet ose informohen njerëzit kështu në mënyrë robotike, pa menduar. Më para, për shembull, po të lexoj vetëm një paragraf, ka pas diskutime me ditën, me muaj tërë. Po, fiks. Që analizohet çka ka dash të thonte, vrisin komentimi trurin. tjetra, ka pas shtrydhje. Kurse sot merret i mirëqen, del thot dikush të keqen xhaxhit për qafon të jep diçka, ishte i mirë ai. Kupton, okay, njerëzit mirë janë. Po, Por janë këto, se ta thash edhe kur pinim, e themi këtë, si jemi me ju, pimi kafe para prake her pas here sa herë që bëjmë të episodin. po. Edhe i thash Aleksit ka menduar që ta nis pak ndryshe këtë episod. Edhe ja edhe pse miku, po e them tani. Aleks, ne keq kuptohemi dhe keq interpretohemi edhe tek tjerë, se kam dëgjuar raste edhe nga miqtë e mi, nga shokët e mi që atë si çka dëgjojnë këtu, për vetë fakti që edhe keq kuptohen, por edhe keq interpretojnë edhe tek tjerët. Dhe thonë, ore, ç'a bëni, ç'a po thoni, si po na jepni ngjyresa negative. Jemi shumë mirë. Po përhapin panik. Po përhapni Se panik. kishte një koment i tillë ishte aty. Ka dëgjojnë gjithandej. Kam filluar të përhapin shumë videot dhe pse duhet me pa jetën kështu? Jemi mirë këtu, mirë atje, pa prekur gjitha. Kjo gjë, realisht, po ta bëj edhe unë si pyetje. Pse flasim për të mirën dhe po flasim për të errëtën? Po flasim për të keqen. Të ndihmojmë dhe neve këto ngritjen e plurit që bën këto agjendat këto të këqin nga pas domethënë dhe ti i vëjmë në gjumë njerëzit që mos merret veç ç'a ndodh realisht. Të jetojmë atë ëndrrën me sy hapur. Këtë po na thon ata që e keq kuptojnë këto gjëra. Kështu e shefti pra nëse ne nuk flasim për këtë, jemi duke ndihmuar. Po, patjetër. Patjetër. Pse mos i bëjmë pyetje, pse mos flasim për këtë që po flasim ne pra? Pse mos të flasim? Se mund t'ia kthejmë edhe me pyetje. Po tani nëse duam të jemi realist, do i shohim gjërat në sy. Tani nëse pastaj nuk do të na kthehet nga ajo mos reagimi ose kapërcimi pa e qëndruar tek ajo ku është shqetësim, pa e rregulluar atë gjën, atëherë pastaj mund të themi që okay, ne të lumtur jemi, mirë jemi. Për të mirën jemi, edhe kjo gjë që ne po themi është për të mirën. Kjo është ajo që duhet kuptohet edhe nga njerëzit. Po tani edhe ajo e mira është bërë relative, tani secili kupton në mënyrë të ndryshme. Ata tani kategoria atyre njerëzve që përmende, shohin të mirë domethënë që mos ja prish gjumin. Na fisni vetëm gjëra të gëzueshme. Gjëra domethënë që na japin optimizëm, që të shohim përpara. Ku do shohësh përpara? Këtë pa qartë fare. Ktu po rrezikon bota të shpërthej. Si mund të bëjmë neve pa e parë këtë gjë? Po kërcënohet nga të gjitha anët. Janë hapur vatra lufte gjithandej. Ja, po niset një herë tani Pakistan me Indi. Me Indi. Po do ajo do jetë shumë serioze. Nga ana tjetër, Kinë, Taiwan. Rusia, ajo Amerika i ka vënë syrin keq fare bashkë me gjithë kongresin kanë rënë dakord që t'i bin Iranit, centraleve bërthamore, që aty pastaj do nisin gjërat shumë serioze. Do kalojmë zyrtarisht në fazën e luftës së tretë, që bëhet fjalë punë muaj që të përhapet gjithë botën. Ne kemi thënë këtë, kemi thënë që në episodet e para që jemi shumë afër. Jemi shumë afër kësa ngjarje, le të themi historike, është ngjarja më kulminante vetë krijimit të botës, që për ta çuar në fundosje, deri drejt fundit, pra kjo luftë. Ajo lufta do nisë procesi që do bjeri kjo pastaj ky pluri. Ky pluri. Që do futet një shkundje në gjithë botën pastaj, atëherë do bjeri perdja komplet. E do shohim çfarë kemi besuar neve, ku pas kemi jetuar, si i mendonim gjërat. Sa out ishim. Parasit ka nga kjo. Një pyetje tjetër është që thonë pse ti do shpëtosh botën? Jo, botën do shpëtoj ai që ka kriju botën. Si do shpëtojmë neve? Ne jena milingona. Po ti çfarë roli po luan tani? Rolin e ndërgjegjësimit. Kaq deri aty jam. Domethënë ti japim një shtys njerëzve të shohin gjërat në një këndvështrim tjetër. Një këndvështrim që disa janë kujdesur t'ja mbulojnë atë lloj këndi, që mos ta shohin.
që mos t'i vi kështu pa pritur. Se kur të nisi ajo që do nisi, kam lexuar diku që shumë do vdesin vetëm nga Afrika, nga që nuk do e përballojnë dot, nuk do e përpunojnë dot. Nga gjitha ai emocioni që Po do ngarkohen aq shumë emocionalisht domethënë, sa që do i pushosh zemrën nga Afrika. Është dhe kjo brenda. E kam lexuar edhe këtë. Kurse si thotë në një proverb, domethënë që gjysma e përgatitjes është fitore e gjysmës luftës. Përgatitja është fitore e gjysmës luftës. Po. Ti kur e pret diçka që do vi, je më i qetë, e merr më but. Kurse po të erdhi më një herë, ti do është si puna e tërmetit që të ndodh pa e pritur fare, edhe aty ti çorientohesh ku do futesh, gjesh brim futesh, rrezikon të bish nga një balkon. Po, panikosesh se thua, tërmeti zgjat 15 sekonda, 10 sekonda, ti mundohesh të përfitosh te 100 e sekondës, të hedhësh 20 hapa për 1 sekondë. Si tundet tërmeti, ashtu fillon tundet e zemra jote në ato momente dhe mund të pushoj nga mbi ngarkesa emocionale. Apo bë çfarë do ndodhi, fillon mendon në sekond do të biri tavani, aty e humbet. Kështu është kjo puna sa që do vi. Po ishe i përgatitur e pret më but. Sepse je i përgatitur, e thot vetë fjala, përgatitja është gjysma e fitores. Po, me që ndole te tërmeti, prapë një koment, prandaj nuk e them për kështu, por unë e shoh si vlerësim të e them me pastërti dhe sinqeritet maksimal të pjesë që i vlerësoj komentet, edhe ata që ndoshta edhe na ngacmojnë, na injorojnë, na ofendojnë. Jeni të hapur, vazhdoni, por vetëm na dëgjoni dhe shiheni pak ndryshe. Këtë keni thënë që në fillimet. Kjo është ajo që keni thënë që në fillimet. Po, për që sapo e përmendëm. Ka qenë rasti që Aleksi ka thënë që Turqia do përballet me një tërmet fort. Para disa ditësh ka rënë një tërmet dhe video jon Aleksi ku ta nisa para disa ditësh, ditën që ra tërmeti, na kishte ardhur një koment tek video që ne kemi hedhur para 3 javësh, 4 javësh. Po, që ti e ke thënë. Edhe thot një koment thotë, po ky nga dinte që do bite tërmet në Turqi. Mund ta nisam se po se ka akoma, nuk është kjo. Na shpjego pak, si më zuar të flas vetëm unë te kjo pjesë. Ajo që thash para 4 javësh kur bën i sa ti misioni ishte ai, ajo nuk ishte për këtë që ndodhi tani. Për që ndodhi para disa ditësh. Kjo ishte tërmet paralajmërues për qeverinë e vendit atje dhe kryesisht për kreun aty të vendit atje. Për Erdoganin. Po. Se kështu ndodh domethënë. Por nuk re dakord me ca politika të disa përbindashëve të mëdhenj që duan të komandojnë botën, e paguan gjithë si popull. Kështu funksionon gjithmonë. Edhe ky është paralajmërues, ky 6.2-shi. Edhe ky është i vogli. Ishte i vogël ky. Ky është i vogël krahasim me atë që do vi. Se tani më thën sa ballë s'ka. Po mirë, tani ti the që ky është tërmet për shkak se ky nuk i është bindur atyre të mëdhenjve, ose djem vetë këqij. Tani ky vazhdon akoma edhe pse po ndodh tërmeti, ky është koshient pra Erdogani, presidenti, është koshient që ky tërmeti ka ndodhur për shkak se ky s'po bindet? Po, komplet koshient është. Edhe ky del thot tani që ti po thosh që është për teorinë e harpës. Po ajo ky është tërmet artificial. Artificial, është tërmet artificial pra. Harpi, po, me 2 a, harp. Mund ta kërkoni e gjeni. Është i bërë vetë pra si tërmet thua. Po, komplet. Pra, po mirë, ky është koshient që kjo po ndodh. Po. Për shkak se ky nuk po i bindet atyre dhe këto po krijojnë të tërmeti që ka shumë humbje të mëdha dhe në çdo vend ku ndodh, në rastin konkret në Turqi. Që ky e ka marrë përsipër gjithë këtë gjë. Por kur del ky thotë që na ka ardhur është natyral, domethënë si tërmet ka ardhur nga ku diun, natyra të tjera që ky nga fërkimi i gabuar i pakave tektonike, po. E tjerë, ku diun. E kthen ose jo, ky ka thënë para ca kohë, se aty ka ndodhur më përpara këto paralajmërime që është bërë atje. Po pse të rigjet ato? Pse e ka thënë ai këtë, është harpi, e ka bërë Amerika thotë. E ka thënë? Po, e ka thënë troç. Po pse të rigjet ky pra? Se ndoshta ku është le të themi ajo ti e ke vlerësuar si president për atë gjën se çfarë bën ai për popullin e tij. Ai për vendin e tij të shëndetar. Është shëndetar. Në rastin konkret kur bie një tërmet, pra që këto godasin atë nëpërmjet një tërmeti për të goditur postin e presidentit, humbin jetën shumë njerëz që janë banorë të Turqisë. Ky si është shëndetar ndërkohë. Po tani ai ç'është tërhiqjet ai? Pra ka kosto më të madhe tërhiqja e këtij? Ajo sakrificë, ajo që mban ai qëndrimi i tij është sakrificë, domethënë ai është koshient dhe për këtë tjetrën që në çdo sakrificë ka humbin jetën, po humbin jetën njerëz që ndoshta nuk janë dakord do të humbin jetën për vendin e tyre. Po tani të thot ai. Pra si merr ti vendim për mua?
Po tani e zënë çik ngushtë burr, se ata janë shajistë ata tipat që qëndrojnë atje lart. Ata e kanë zënë çik si sham mat tani këtë. Apo do të jetë kosto më e madhe, do të ishte kosto më e madhe nëse ky do i bindej atyre. Ashtu llogarit. Plus që pse do të jetë kosto më e madhe? Pse ç'a i kërkojnë ato Turqisë ose atij Erdoğani? Duan që ti binde që të mbaj krahun e atyre të mëdhenjve. Ky nuk është dakord sepse vjen ndesh me interesat e vendit. Edhe kështu që qëndron ato pozicionet e veta. Edhe ky ka mentalitet sultani apo. Nuk të riqet kollaj ky. Aty çdo që ti bën aty nuk të riqet ai. Derisa ti japin atë goditin përfundimtar atit, që edhe këtë ta kanë thënë. Që do ta vrasin. Që do ndodhi dhe ajo brenda këtij vitit, po. Brenda këtij viti. Brenda këtij viti do ikë Erdogani. Do e vrasin, se ata ditë po ta thoja do ikë dhe po thoj do e vrasin, po do e vrasin. Po. Jo, unë prandaj si duket sikur edhe unë po aktroj këtu tani për me bë sa më të besueshme, por unë e kam dëgjuar të e ke thënë po do e vrasin. Është thënë që para 4 javësh, siç e thamë. Edhe Zelenskin, edhe patriarkun e Konstantinopolës atje, të tre këta. Dhe po ky tërmet i fundit që ra tani, ky ra në një vend që kishte epiqendrën në distancë ku nuk kishte shumë banor njerëzish, më thënë nuk kishte popullsi atje. Edhe u tregon çik tolerant ata çunat e qenë me këtë pjesë. Por i kanë thënë edhe këtë tjetrën që po nuk u tërhoqe, po nuk u binde, do fusim një super të madh. Ai ka për do shkretotoj komplet atë vend. Po thuajse komplet, jo të komplet. Se komplet do ndodhi më mbrapa prapë. Si prapë, sa tërmet do ndodhi. Po atë do ndodhi një nga fazat e luftës së tretë do ndodhi në Turqi. Në Turqi. Po, që e kemi thënë atë që do ketë aty do sheshohet komplet. Jo 600.000 milion, por 700 milion. Po, se tani ata që u skandalizuan atje herën e fundit që thanë atë shifrën e madhe, që u habitën, puna juaj që u habitet, bëj një korrigjim, nuk ishin 600 milion, ishin 700 milion. Ky është numri eksakt. Unë kisha ulur 100 milion dhe prapë u hodhën për pjet. Tani do hidhen më shumë. Tani këto kanë vendosur për të krijuar një tërmet tjetër më të madh se sa ky që ishte tani para disa ditësh. Po, ky do jetë i frikshëm fare. Ky ka për të çuar dhe dallgët e detit ka për të çuar ajër. Edhe këtu do të ketë humbje jetësh? Po, do ketë shumë. Shumë. Po, kësa radhë me këtë po do ketë. Do jetë tani afër? Edhe po atë të seshëm e thënë, po diskutohet për tani shumë afër. Nuk po themi për mas kur të çelin, kur të vinë dallën ndyshet, do ndodhi tani. Mund të bëjmë ndoshta edhe një thirrje, okay, ne patjetër që jemi gjithë që flasim, do thonë ta çë interesi kemi ne për Turqinë, pra flasim për njerëzimin. Do thonë ku i di ky. Jo, ajo diskutohet më asaj si hymë në kësaj pjese se tham që në fillim edhe madje më bër, unë shoh se jemi bërë si të bezdisshëm duke u treguar kaq shumë modeste, duke u shfaqsuar le të themi. Ne do themi atë që është. Kjo si duan ose na lodhën. Po, jo, nuk është çështje na lodhën, por do vi moment që do thoni, siç ishte rasti konkret i komentit që ka bërë, pra i reagimit që ka dëgjuar videon para disa kohësh, duke lidhur me ngjarjen që ndodhi para disa ditësh që ka rënë tërmet në Turqi, po ky nuk e dinte që para 4 javësh, por përpara lajmëron seriozisht që do ketë tërmet. Ndoshta një mesazh për gjithë shqiptarët që kanë bërë plan për të hyrë në Turqi, ndoshta këto kohë do ishte më mira që mos të shkonin. Këshilloj fuqishëm të anullojnë biletën. Të mos shkojnë. Ti bëjnë diku në një vend tjetër. Po kjo nuk do të thotë që ne jemi vetëm në interes të shqiptarëve. Patjetër diskutohet se është dominon ajo, por edhe të njerëzimit, ëh. Patjetër edhe për turqit, për këdo. Për këdo se njerëz jemi të gjithë, domethënë jemi humanë dhe jemi pro jetës, pro bashkëpunimit, pro të mirës dhe kundër asaj të keqes që sot po mbizotron Alex. Pra ti po thuaj që do të ketë një tërmet më të fuqishëm shumë shpejt. Po disa dhe pasaj këta nuk do mjaftohen, vetëm me këtë do të ketë edhe tjetër prap. Edhe me këtë të madhin që do bëhet, me këtë të madhin. Prap nuk do të riqet Erdoğani që ti prap do të riqet. Prap do të riqet, as me këtë të madhin. Që ky disa thonë që do jetë mbi 7. Po mbi 7. Unë mendoj që do jetë diku te 10-shi, te 10 ballsh. 10 ballsh. Pra ne po them, do jetë i frikshëm katastrofë që do bëhet. Pra ne ka për të çuar dallgët e detit në ajër. Dhe pastaj mbas kësaj e ka radhën Greqia. Po me tërmete. Po me tërmet. Pastaj mbas Greqisë e ka radhën Turqi, Kipërja. Kipra. Këto të tre vendet e kanë kështu, e kanë të sigurt tërmetin. Nuk po bëj parashikime se mos më suleni disa. I kam të lexuara të gjitha këto nga njerëz që shohin gjëra. Jo nga ata njerëz që shohin edhe shiten që shohin. Jo ata që shikonin televizor, unë parashikoj, thot njëri atje, të dielave në televizor. Unë parashikoj. Të krahasoj shumë Alex me atë.
Me atë që Me parashikon. që më dole këtë kjo, më dole vetë në shtek tani, po ta them edhe unë. E nuk Ke shumë në pjesën më të madhe të komenteve dhe thonë, o, dole një ashtu shumë to cakot e nuk s'kam lidhje me atë. Disa gjëra i ka sakta, ai nuk ja hut poshtë, po kur kalon te këto ufot edhe këto gjërat, pastaj toka shesht aty larg. Ti Alex Te çipet mirë ka ai. është korrekt te shipe, pra sa e ke dëgjuar. Inteligjenca artificiale këto është dakord, shumë në rregull me atë që thotë. Tani gjykimet ka të ndryshme. Ai e shikon nga aspekte. Ti mos don, po ta bëj edhe kështu tani si pyetje duke ndoshta në emër të atyre që na ndjekin ose që thonë që Cako, mos don bësh edhe ti si Cako? Jo, s'më intereson fare të bëjmë si askush, do të jem vetja ime. E të them atë që mendoj, atë që kam lexuar, se nuk u zgjova një ditë bukur dhe thash prit se më erdhi ky mendim t'ja them njerëzve. Po, ti jam edhe unë i pastër me ju, nuk është se më ka ardhur, ka thënë mua që duhet bëhem edhe unë etj, kështu që të jeni korrekt për këtë pjesë, ndiqeni me pastërti dhe shiheni për veten tuaj, mos e shihni për ne, për veten tuaj. Meqense jemi tek çipat Alex. Pyet pak Alexi një koment që ka para 2 orësh. Tani do kalim te komentet. Po bëjmë protesta në Greqi, po bëjmë protesta për pasaportën biometrike që po jepen grekëve thotë. Thonë që po e more i vulosur me damkën e bishës thotë. Po ne që kemi marr, nuk kemi shpëtim thotë. A ka shpëtim për ata që kemi marrë në Shqipëri? Kartën elektronike. Këta që kanë marr pasaportën biometrike. Thonë që është vulos damka e bishës. Shiko se tani po bëhet një se ne kemi folë edhe një episod tjetër për këtë. Po është damka që funksionon edhe me këtë mënyrën që po aplikohet tani në Greqi, edhe me atë që do vi më mbrapa që do e fusin në dorë. Ose me pra, këta që a ka shpëtim për këta që e kanë marrë këtë? Për ata ja. Edhe për pasaportën biometrike? Pra, para ajo që është në Greqi tani atje. E për atë që është atje pra. Se edhe këtu është bërë ajo, po pra, është bërë disi gjysmake, ai që quajmë ne katë identiteti, që ka dhe qipi sipër. Po, pse ata kanë më ndryshe pasaportën? Ajo është bashkangjitur me një numër personal quhet. Karta identiteti është bashkangjitur me një numër personal. Ajo karta aty ka 2 qipe. Është një personal dhe një që e njeh sistemi. Ajo është pastaj dorëzimi i bishës Brukseli që është atje në Bruksel. Kur është bërë kjo në Greqi? Kur e kanë marrë? Tani filloi procesi i marrjes së kësaj kartës, është kartë e re kjo. Është plastike, por është me 2 qipe. Edhe është vërtet e rrezikshme sepse për këtë kartën i është folur me dekada të tëra në atë vend, që kur të vi momenti që qeveria do e lëshojë që njerëzit ta marrin, mos e merrni. Edhe sikur t'ju thon priftrinjt, edhe sikur t'ju thon qeveria, mos duhet ta merrni. Vetëm Greqi është bërë kjo? Po aty kanë vendosur ta nisin sepse duan ta kam thënë, ja kanë vënë syrin edhe Greqisë, duan ta zhdukin qanej ku është. Sepse Greqia ka një gjë që shumë vende se kanë, edhe duan që ta fshin. Mos të ekzistojë se i prish punë atyre të qinjve, që punojnë për errësirën. Se në Greqi nga që bizoton më shumë ortodoksia, edhe është drita për neve, ata duan ta zhdukin ata që ti bëjnë njerëzit të marrin të numrin, ti përkasin atij tjetrit, të hiki mbrojtja hyjnore e ta godasin me kollaj pastaj. Si mbrojtja hyjnore? Po sepse bien kalon tek ushtria atij tjetrit pastaj. Nuk janë më të mbrojtur. Por po i rezistuan kësaj kartës, atëherë mbrojtja do vazhdoj. Po nga që nuk kanë për të rezistuar, sepse e kemi lexuar edhe këtë, nuk kanë për të rezistuar, do ndodhi ndërhyrje nga lart. Që do ndërpritet kjo me rastin e luftës së tretë. Për kësa do shpëtojnë, se do ishin gati ta merrshin gjithë ata atje. Në Greqi? Po. Atë kanë zot ta marrë askush. Po tek ne do vit tek ne? Në Shqipëri? Kush, lufta apo karta? Jo, karta. Karta këtu nisi. Pra, një sekond, pra këta duan që të bëhet një herë në Greqi tek gjithë njerëzit, pastaj do fillojnë në shtete të tjera apo njëkohësisht kanë filluar edhe tek shtete të tjera për të aplikuar. Jo, shumë shtete të mëdha që janë të zhvilluar që quajmë ne sot e kanë refuzuar ata, nuk e duan. E kanë refuzuar. E para është Anglia që refuzoi. Aty vetë ata që kanë krijuar domethënë. Se din se ça kleçka ka ajo. Ti humbet asaj. Po për qytetar, për popullatën aty. Po populli, u çua një lord atje në Angli dhe e ndaloi këtë gjë. U bashkuan bashkë me një popull i tërë vetëm nga një lord u çuan dhe ndërpran këtë gjë. Edhe atje si mjet identifikimi kanë patentën. Nuk e pranon, nuk kanë kartë identiteti elektronike atje. Se e dish këtë muhabet. Këtë gjë, këtë eksperiment për përpiqet ta kalojnë tani. Kjo tregon pra që të lidhen me atë pse Aleksi e bën e tjerë, çfarë përfitoi, pse e thot, pse e bën misionin, gjitha
Pra kjo tregon që kur populli bëhet bashk, s'kan ç'a bën ata. E Ajo kanë frikë. E kena thënë në emisione të tjera Po, që pra, populli nëse do e dinte fuqinë që ka, nuk do kalonte asnjë masë e ndyrë që këto na kanosin për na zhytur neve. Që ky e quan inteligjencë artificiale, po thellohemi thotë ky. Por këta përfitojnë për shkak se ne jemi pak dhe E nuk na e dim. argëtojnë me këto format e tjera, na japin këto tymnajat, se pa e përdorim si shpreh ata kemi. Po Edhe ne jemi na bllokojnë shikimin. në ato iluzionet, në halucinacionet, Po, ato deliret jemi aty. kështu deliret, jemi të dehur pas këtyre gjërave që na japin ta. Në Shqipëri s'ka për të ardhur thua? Këtu Nuk do të ketë, këtu nisi se edhe ajo karta e identitetit që është marrë këtu, dhe ajo nuk do të ishte marrë realisht. nuk do të ishte marrë ajo. Jo, askush nuk do të ishte aplikuar për ta marrë atë kartë. Por e morën gjithë. Duhet ta dini, po këtu nuk ishte informacion. Kurse në Greqi flitet këtu e 50 vjetë për atë që do vinte sot. Flitet, ë? Ka që folur këtu e 50 vite para. Po, nga njerëz të shenjtë ishte folur që s'duhet merret ajo. Kush e merr atë, e humbet. Sa përqind e popullatës greke, nëse flasim në përqindje, e kanë marrë? Kanë aplikuar tani 4 milionë bër. Nga 11 që janë. Kanë aplikuar tani për ta marrë? Po, doli kryebiskopi i Greqisë atje dhe tha unë e mora tha ai. Ai punon për sistemin ai atje. Po. Jeronimi. Siç bëri dhe për vaksinat, unë e bëra vaksinën tha. Kështu tha edhe për këtë kartë, unë e mora tha. Se punon për ata që t'i japi shtysë njerëzve, që të mashtrohen. I përdorin gjithë ata me politikanë, me klerike, i përdorin gjithë. Jo të gjithë, se janë gjithë klerike të këqij. Po këto që janë krerë aty, sepse po nuk ishte i keq, nuk të bën kryebiskop patriark tjetri ose pap. Do t'i shërbesh atyre dhe. Koment tjetër më pëlqeu shumë se lidhet me të që thash tani. Alex thotë ke shumë të drejtë, lufta hyjnore më e madhe që ka ndodhur ndonjëherë. Njerëzit janë në gjumë nga djalli thotë nga që i ka hipnotizuar. Këtë që thash që kemi kaluar atë. E ka bërë atë. Në dehje. Zoti na dhën durim duke dhe forcë të përballojmë këto ditë vështira thotë. Përshëndetje thotë pyete pak Aleksin edhe një herë për hulumtimin për avatarin. Duhet që ta lexosh vetë, është pak i gjatë dhe ndoshta janë terma që hasun si kuptoj. Avatarin gurun, Prashant Trivedi, i cili ka krijuar një praktikë të quajtur qendërzimi, në të cilën kush e zbaton shpoton. Okej, më sa e kupton si mund të shpoton nga Matrix thot. Kupton ky? Domethënë ky do na shpoton nga Matrix, nga kjo botë e gënjeshtërt me të gjithë të këqijat që kanosen prej saj. E praktikojnë shumë persona në gjithë botën. Këtë sidomos këtu në Shqipëri shumë dhe është shumë interesante. Do doja shumë të shpëtoj Aleksi. Unë kam parë ca kështu që kanë ardhur vishën me ato veshët e roz. Portokalli. Po. Ata që rosa që për një kohë kanë dalë edhe në qendër, po atë në qendër e shija edhe unë. Edhe ndalova në një onis me këta se mu afro aty, më drejtoi edhe një libër biles. Ai e thash prit të ndaloj çik, se ky tani këta vinë me na bëm mësuesin edhe këtu në Shqipëri. Vinë ne nga këto venet e larta. Edhe filloi ai, po, çka kishe thash unë? Ai zgjidhte shqip, i folëm çik anglisht. Ai sa di dhon. Edhe thoshte, ja, është këtu, kemi këta mësuesit spiritualista thotë. Që udhëzojnë njerëzit në vendin e duhur, thotë, që të çlirohet shpirti nga kjo bota e errët, thoshte. Edhe po ja kemi këtë librin që të marr disa udhëzime si fillim, po ashtu kemi edhe kontaktet që nëse je interesuar të thellohemi në ato mësime, thoshte. I thash shoku, s'kam nevojë fare për mësimet e juaja, thash, unë kam besimin tim. I tregova te kryqin, i thash atje. I thash, ajo që shërben ti, shërben djallit, i thash unë. Unë jam i Zotit, i thash. S'kam punë me ju. Edhe bëni edhe keni për ta paguajt këtë gjë që po bëni, se po përhapni mesazhin e kundërshtarit, armikut njerëzimit. I fola çik kështu rrept aty tuna, edhe filloi duke pa më seriozisht ai. E pa që nuk po jetse, edhe u tërhoq. Me ca tjerë pasaj që ndaloshin, i shkoshin i blishin dhe librat, atje. Shikon, kjo, puna e padijes, padia është rënja gjithë këqijave, po nuk i di të gjërat, atë që thot Krishti te Ungjilli, mësoni të vërtetën dhe ajo do ju çliroj. Po nuk njerëzit nuk e dinë vërtetën. Të çliruar, pra se atë ka thënë, pastrosh shpirtin, e ndjehesh, ti je mirë, ku diun. Po mirë. Si po të njëjtat fraza, po të njëjtat veshje përdorin edhe këta. Po mirë, po ato vinë me receta valla. Vinë me receta, ata vinë me ca kështu psikologjiko, analizo. Po dëgjojmë me vëmendje se si i e kthyer, se si i kundërpërgjigjur atyre. Që ke atë formën totë origjinale që nuk ke që ta përcjellësh me të mira, por i kthehesh. Tani duhet ta lidh me një koment që thot dikush, thot mos fol shumë o vlla se të fshin ata.
Do më fshin ata. Po. Do më bëjnë derin më të madh që të më fshin ata. Ata. Le të vinë që tani të më fshin. S'kam as i frikë. Nuk Sepse po më fshin, se kështu funksionon ligjet shpirtërore. Nëse dikush të vret, ti merr ai mëkatet e tuaja përsipër, sepse të ndërpreu jetën. Se supozo që ti po të vazhdoje të jetoje, mund të ishe përmirësuar. Kjo që ndodh ky rregull shpirtëror, më merr mëkatet mua ai, edhe shkoj te Zoti i pastë kristal fare, do i them dhe faleminderit nga qielli. Faleminderit shoku se mbori nderin më të madh. Nuk ke frikë fare? Po, absolutisht. Fare. Po pastaj ne nga kjo jetë do ikim i ditë. Si sot, si nesër, si mas luftës së tretë, si mas 50 vjetësh, a do ikim i ditë. Qëllimi është ajo bota tjetër, nuk është qëllimi këtu, ne jemi kalimtar këtu. Nëse ikën tani. Në tranzit. Si do ndihesh nëse ikën tani? Do lutesh për ata që më vrau mu këtu. Edhe do i lutesh Zot me mirënjohje. Si ti lutesh? Që shpotoj edhe atë ashtu siç shpotove edhe mua. Sepse ai që të vret ai të ka shpotuar realisht. Ai bën pa dashje. Ja vetë ti si do ishe, si do ndihesh tani? A ke akoma për të shumë do më gjykojnë me këtë pyetje. Që thënë si mundesh ndjarit të ri ti bësh të pyetje a ke akoma, ndërkohë që je. Pra, ç'a mund të kishe edhe pendese, se ç'a do doje tjetër ti të bëje për këtë botë, për këtë jetë. Pra, nëse do ikshe tani, ti e unë, për shembull, kushdo, se nuk e dim ne atë. Je i gatshëm ti në këto momente të ikësh? Që të kalon një jetë tjetër? Po. Po tani shiko, unë jam mëkatar. Pra, si është ajo e njeriu të kam, kur pyes ty e kam në përgjithësi, pra vetë njeriu. A është i gatshëm? Kur është i gatshëm njeriu? Është gjithmonë ajo, le të themi, po e përdor në jargonin, ajo tafmaja, le të themi, ose ajo ideja që prit se s'kam bërë edhe këtë, prit se duhet të jem akoma, prit se kam akoma që presat e momenti që të kthehem, presat e momenti që po të shoh kalamojt e mi të rritur e të suksesshëm e këto, po ata që kanë ata që janë të lidhura me këto që the dhe me shumë gjëra të tjera, ata s'janë gati. Duhet të ishin çliruar nga këto. Pra si mund të jetë njeriu gati? Njeriu do të jetë gati gjithmonë, është gjithmonë, do të jetë. Po, kështu thotë shkrimi, jini gati sepse nuk dihet koha dhe ora që do ju vi të thrasi. Ti për shembull në këto momente je gati? Po tani unë nuk e kam këto gjëra që përmendë tani, të shoh atë të mbija ajo pema që vetë ti për shembull çfarë mund të kesh ti pra? Pra, po të marr rastin konkret ty duke lidhur me veten, me të tjerë, gjithë ata që na ndjekin pra për njeriu. Pra, kur mund të jetë njeriu gati? Se ti s'ke ato, unë kam diçka tjetër, dikush që na dëgjon ka diçka tjetër. Ato pikpyetje dhe vetë ose po gati asnjë nuk është realisht. Pra si është ajo lidhja me vdekjen dhe me ato se çka detyrat kemi bërë ne, gabimet, të mirat, ç'a peshon më shumë, ç'a janë ato gjëra që ne na bëjnë për ta menduar edhe një herë me thënë që që të ngushton. Që të bën të ikësh në botën tjetër me pishmallëk? Shiko, realisht gati nuk është askush. Ja pra, kjo. Sepse gjithë i ka li kuq e ka i huq. E kemi një pasojë diku me i rëndës që na pengon. Po ne veç presim të mëshira e Zotit. Ne nuk presim që të shkojmë të kulluar atje lart. Mjafton të themi atë që çifti i parë Adami dhe Eva nuk e thanë. Ti thosh Zotit më fal. Atëherë pse nuk je gati pra? Ose pse nuk jemi gati? Po se si jam dhe aq i kulluar, domethënë që të shkoj atje pastaj paraqitem. Sapo e dhe përgjigjen. Që të paraqitem para atij i pastër. Sapo e dhe përgjigjen. Po, pastaj kalon mëshira e tij që na do pafundësisht. Ti nuk do që të kaloj mëshira e tij? Si? Nuk do që të kaloj mëshira e tij? Po jo, vetëm te mëshira e tij shpresojmë, se ti të për nga ana jonë neve kena ndrit më. Pra ty të mund deri diku e ndërgjegjja jote, që thua prit se do të jem pak më gjithmonë njeriu nuk do të jetë i vetkënaqur, do të kërkojë më shumë, po jo më shumë nga ana materiale. Nga ana shpirtërore do kërkojë njeriu, aty është sunimi. Po neve i kushtojmë më shumë anës materiale. Të kemë atë, të arrijë atë, të bëjmë ajo, këto na bëjnë të lidhura neve. Jo është ai pluri që na hidh ky sistemi syve që mos shohim qëllimin. Ç'a frikë na pengojnë. Ç'a frikë ke? Frikën kam që nuk jam dhe aq mirë, qëndrimi nuk është aq i pastër i mirë shpirtërisht. Duke lidh po me atë që tham pak më parë, për sa përket tërmeteve, vetë instinkti, shpirti, zemra, vetë njeriu fillon reagon në mënyrë pa vetdije.
Po, do të Ai shpëtojë. që theti do të shpëtojë ndaj këtij. Pse është kjo? Këtë lloj veprimesh, kjo lloj ndjesie, pse pra kur ti je i gatshëm ose ku diun ti ke besimin tek Zoti, e ke Po pra e di se ku ke Po fundin. si më pra. është përsosur domethënë që të zhduket ajo frika komplet. Ai miraku ekziston prap, sepse njeriu Për shembull, kur shohim rasti konkret para disa ditësh që ranë Turqi, por edhe në Shqipëri ku ka rënë para disa vitesh, edhe në vende të tjera historikisht kur ndodhin këto tërmetet. Shohësh njerëzit, rasti në Turqi fillojnë duke bërë direkt ato lutjet e veta. po, i kthehemi gjithë Zotit atëherë direkte. Kështu do Pse ndodhi. ndodh kjo? Po, ajo është sepse njeriu e di realisht që është i dobët. E di domethënë që ka nevojë për një që është vërtet i fortë dhe vetëm ai mund t'i ndihmojë. Edhe prandaj përikin në ndihmën e tij. Që ata e shohin ndryshe, ata quhen tjetër Zot, ne kemi tjetër, po një është edhe aty sepse ai është babai, ne jemi fëmijët. Edhe sa e shohim vetëm në rrezik, tek ai do rendim që të gjejmë atë strenat e sigurinë. Kjo do ndodhi me kjo që do qartësoj gjithë botën me luftën e tretë. Atëherë do i kthehemi në Zotit. Atëherë do i marrë vesh bota se kush është Zoti i vërtet. Edhe kam thënë disa emisione më përpara, që është pjesë shumë e rëndësishme kjo, të ditë se kush është Zoti i vërtet. Tani është pluri. Jemi të pluri tani. Është e pluri. Nuk shohim gjë fare. Pastaj frika të kapa burse prap jemi njerëz, të dobët jemi. Kjo është pozitive, është pozitive këtë. Jo, nuk do thoya pozitive, po e quaj normale. Është normale. Është normale sepse njeriu nuk është bërë për vdekjen. Zoti jetës e bëri njeriu për jetën. Si për jetën? E bëri për të qenë i përjetshëm. Nuk e bëri që vdekja hyri si pasojë e shkeljes që ndodhi në kopshin e Edemit. Por i kthehemi pra sërish tek ajo siç ka jo lan për gjysmë, por është vazhdimësia, vijimësia e asaj që nisëm në episodin e 10. I shkruaj. Tek krijimi pra që është shumë e rëndësishme dhe lidhet me këtë ku jemi ne, me aty ku jeni ju që na ndiqni dhe për fillimin dhe vazhdimsinë e vet botës si është krijuar. Pra, meqense ndori këtu në shtek edhe bëjmë edhe atë pjesën tjetër. Po ka vazhdim kjo, se vazhdimi që këtë ndoshta mund ta kemi edhe mund ta pasojmë si mini rubrik siç thash, po, që kishim me numra, po mund ta kemi edhe mini rubrik të mbylljes së temave ose të këtij bashkëbisedimi, të çdo bashkëbisedimi për të kaluar gjithmonë për të pjesën e krijimit të botës, për çfarë është krijuar, të mirat e tjera, të tjera. Pra po më thoje që është krijuar, njeriu është krijuar për përjetësi. Po, kriju për jetën, jo për vdekjen. Njeriu domethënë nuk do vdesë. Ne do ishim përjetshëm në këtë botë. Po, kjo botë është ndërtuar për ne që të ishte e përjetshme. Po. Njeriu domethënë u krijua që të jetë gjithmonë do ekzistojë bashkë me krijuesin e tij në pafundësinë e pafundësisë që këtu bllokon. Pra nuk do kishte vdekje, nuk do kishte vdekje? Jo, vdekja hyri si pasojë e shkeljes. Njeriu nuk e kishte frikë Zotin. Po kur ndodhi shkelja, atëherë hyri frika. Adam, ku je? Pse je mçefur? Pse ndihesh i frikësuar? Po ja, sepse bëra shkeljen. Po kush tha ty ta bëje? Kush tha ty që je i zhveshur? Se tha jam i zhveshur, tha. Po. Në kopshin e Edemit. Kush tha ty që je i zhveshur? E ballafaqoi që t'i jepte mundësinë që ta kuptonte gabimin e të kërkonte falje. Ai s'kërkoi falje, e kaloi te Eva kaloi te gjarpri, edhe justifikimi vazhdon, u trashëgu deri më sot. U përzu nga kopshti i Edemit dhe vetëm frikë jetonin pastaj ata. Se për sa kohë ishin në rregull, aty nuk shkelën porosin, një porosi ishte. Tani kemi disa. Ndiheshin të sigurt, të qetë. Kishte harmoni. Sa ndodhi shkelja pastaj, ata një mëkat bën edhe çive ndryshoi rrjedha e historisë. Sa mëkat të bëjmë në vendit. Për ta lidhur me këtë që pra kjo botë ka qenë e përjetësia, por Zoti nëpërmjet vdekjes pastaj krijoi edhe përjetësinë. Po atë nuk e hoqi ai atë, por atë planin që kishte nuk e tërhoqi. Nuk e tërhoqi, por krijoi vdekjen. Lejoi vdekjen, por vdekje fizike. Atë lejoi. Po, e qartë. Që e keqja mos të bësh e përhershme. Imagjino tani ti të jetonte në pafundësi një Hitler, një Stalin. Pra lejoi një keqje pra. Pra e lejoi vdekjen fizike, domethënë që e keqja mos të bësh e përhershme. Sepse si lloj mikrobi le të them, ose si lloj virusi, si po, ashtu mund ta thosh. Në organizëm,
edhe e lën trupin të vdesit, do me thënë që kjo është që na bëri dhe nder njerëzimit në vijim, se e dinte që do të vishin për bindësha historike pastaj në kalimin, në vrazhdën e kohës. Edhe lejoj vdekje fizike, plakjen, atë që njohim si proces të jetës tonë. Po ajo shpirtërorja jo, të shpirti është i pavdekshëm. Tani, çfarë ndodhi pastaj pasi dolën nga kopshti i Edemit? Ata pastaj u përsekutuan, ai ishte përsekutimi i parë që ndodhi. U përzu nga kopshti i Edemit dhe aty pastaj filluan të bëshin jetën e tyre. E shikoshin portën e parajsës, kopshtin e Edemit, donin që të futeshin, por nuk hynën dot, që të ktheheshin prapë ai gëzimi që kishte aty brenda. Donin, ë? Donin shumë që të ktheheshin prapë. Po Zoti kishte vendosur një angjëll Serafim aty në hyrje të derës. Serafim ishte një nga Doti biletën. Po aty ndodhi shkelja pastaj, aty u bë gjë serioze, se mëkati e ndan e pengon. Ndodhen shkelje tjera prapë aty hyrje? Jo, me këtë vendosi një angjëll rojet që mos u futeshin me atë, mos tentonin të futeshin. Po. Edhe jetuan në persekutim, aty ndërtuan jetën e tyre pastaj me atë mënyrën e natyrshme që ata menduan atë kohë. Mirpo Adami nuk dinte ta punonte tokën, se do të ushqente. Sepse Zoti i tha, tani e tutje bukën ushqimin do e nxjesh me djesën e ballit, i tha. Po. Mirpo ku do punonte ai? Ai nuk dinte as ç'a ishin frutat, as ç'a ishin farat, si funksionon procesi i mbjelljes, se i kishte gjitha gati. Zoti dërgoi një angjëll që të mësonte Adamin si të punonte tokën. Kështu e trashëguam neve atë punën e punimit të tokës. Procesin e hapjes tokën atje, fut faren, mbille, ti biri dielli, ujtë prap, nga një angjëll është mësuar kjo punë. Pastaj ato me kalimin e kohës jetuan shekuj të tëra. Bën shumë fëmijë. Po neve njohim nga shkrimi nga Zana Filla që përmenden më shumë dy djemt e parë, Kainin dhe Abelin. Tani këta njëri ishte i mirë, tjetri ishte çik i shtremat. Ishte shjeta kjo që aty filloi ky devijimi pastaj se midis të tjerave mirë dhe e keqja. Po, rënja solli midis të tjerave dhe vdekjen, po solli edhe këtë, pasojat çekuilibrimit shpirtëror të njerëzit. I trazoi dhe botën e brendshme. Ky doli i shtremat, kupton? Cili nga këto doli i shtremur? Kaini, atë zgjodhi. Kaini ishte gjatar. Po, kurse Abeli ishte ai që punonte tokën, ishte ç'e quhen ata, që punojnë tokën. Blegtor. Po. U bë këtë blegtorin. Edhe ishte një moment pastaj që do ofronin Zotit punën e tyre për falënderim. Kaini i ofroi një dhuratë të dorës dytë nga ato kafshë që ai kapte. Nuk i ofroi më të mirë, të mirën e majti për vete ai. Kurse Abeli, që ishte i butë, mirë njohës, e donte Zotin, vërtet e donte, ofroi nga të mbjellat e tija të parën fare të asaj stine. Më të pastrën, më të parën, jo dorën e dytë, dorën e tretë, i ofroi dorën e parë. Zoti e deshi, e mbajti më afër për këtë arsye, sepse ai u ofrua me zemër. E pak të gjë gjën e bukur që Abeli kishte. Për këtë gjë e pa dhe Kaini. Edhe për këtë gjë ai u bë xhelos. U nisi dhe ju zhvillua një smir brenda vetes tij. Xhelozia. Dhe thot, pse Zoti tregoi më favor ndaj këtij edhe me mua nuk u soll ashtu me një të mënyrë. Edhe nga ai moment vuri në plan, në aksion, planin për ta vrarë. Edhe aty ndodhi e vrasja e parë, gjakderdhja e parë në histori. Si e vrau? Si ka ndodhur historia aty? E gënjeu, e mori diku më njan larg prindërve dhe vëllezërve të tjerë, edhe filloi duke i rënë me gur në kokë. Ashtu e vrau. Kjo ka qenë vrasja e parë në historinë e njerëzimit. Po, aty ndodhi e vrasja e parë. Por kjo na jep edhe një mesazh që sot e kemi rast në përsëritje dhe shumë pak kanë marrë mësim nga kjo ngjarje. Tani njerëzimi është ndarë në dy rryma. Janë pasardhësit e Kainit dhe pasardhësit e Abelit. Okej, do thot dikush tani që u vra Abeli, ku i bëri pasardhësit, po u zëvendësua. U zëvendësua me një djalë tjetër të Adamit dhe Evës që u quhet Sith. Sithi ishte identik si Abeli. I mirë, i butë, i dashur dhe mbi të gjitha e donte Zotin.
ishte komplet njeri i kulluar, Sithi. Ky zëvendësoi Abelin. Tani u nda njerëzimi në dy rryma, në pasardhësit e Kainit dhe pasardhësit e Sithit. Sot shohim deri sot se bëra një kapërsim shumë të madh në kohë tani, janë shtuar pasardhësit e Kainit. Civilizimi që kemi sot, që ndryshe në botën konspiracioniste e quajnë Matrix, është nga pasardhësit e Kainit. Sepse ambienti natyral i njeriut është natyra. Origjina e njeriut është natyra, të jetojnë në natyrë, siç nisi në fillim kopshin e Edemit. Kurse kjo që quajmë neve sot civilizim, ka ardhur nga pasardhësit e Kainit. Pallatet, gradaçelat, këto gjërat e mëdha, betonet, makinat, erdhën si pasojë këtij tjetrit. Nuk ishte sipas dëshirës së Zotit. Sithi ndiqte dëshirën e Zotit. Edhe u ndan pastaj u shtuan dhe pasardhësit e tij, u shtuar edhe pasardhësit e Sithit, ta të Sithit të quheshin bitë të Perëndis quheshin. Ishte ajo fara e pastër, pasardhësit e pastër që e donin Zotin, kurse këta të tjerët u bën material. Merreshin me shpikje, me gjëra. Edhe harruan Zotin. Thonë çdo gjë do e bëjmë vet. Me ato do vëmë trurin punëve, do shpikim, do bëjmë gjona. Që kanë arritur sot të shpikin bombët bërthamore. Kanë arritur sot të shpikin inteligjencën artificiale. Që mos të pyesim Zotin neve, të pyesim inteligjencën artificiale që na thot. Na thot dhe Fixhanin. Kupton? Po këta ishin pak. Këta bitë e Perëndis, ata ishin të përkushtuarit. Edhe Zoti dha porosi që mos të përzihet njëra farë me tjetrën. Të dyja farë nuk duhet të përziheshin. Në ç'kuptim? Domethënë që mos të martoheshin me njërin tjetrin, mos të përzihesh me këtë kuptim, domethënë që mos të ndodhte përzierja. Të këqijnë me të mirët. Sot çfarë ndodh? Sot është bërë përzierja. Është bërë përzierja dhe prandaj kemi sot njerëz që janë edhe të mirë dhe të këqij. Shfaqin dhe shenja të mira, por shfaqin dhe shenja të këqija. Është sipas asaj kësaj përzierjes. Pra, është lejuar që ti thuash dikujt që ti si je njeri i mirë, je njeri i keq? Realisht askush nuk është absolutisht i keq. Edhe tek më i keqi ka shkëndi drite dhe të mirësie. Pra, është gabim po ti thuash dikujt je njeri i keq? Në thelb po është gabim, në thelb. Po, që është po krijimi i Zotit. Po sepse edhe ai ka ato prirjet, ato farat e të mirës. Jo, përveç asaj po është krijimi i Zotit, domethënë si mundesh ti ka në nivel gjykimi pastaj. I keq është vetëm djalli. Vetëm ai është i keq. Edhe ai antikrishti që duan me sjell hebrejt tani. Ai do jetë totalisht i keq. Do jetë 100% i keq. Prandaj do zej vend tek ai dhe do e pushtoj dhe do i bëj zbor botës. Po jo tani, ka kohë komaj kur të vi. Megjithëse do ta sjellim tani, po do dështoj. Nga lufta 3 prap. Lufta 3 do ndërpresi të gjitha. Do bëj restart kësaj botës. Edhe kështu u shtuan, kaloi historia. Disa e njihshin, disa nuk e njihshin, se ata nuk e njihshin të gjithë. Siç është sot, shumica nuk e njeh Zotin kush është. Quajnë me emra të ndryshme. Ja, disa quajnë atë yogin, atë gurun, që pyeti ky djalë me ata që vinë nga India. Po bënë, është bërë aq lëmsh ajo gjëja. Nuk e din kush është. Nuk e di ku t'i falen. E kam gjetë thot njëri, e kam gjetë e thot tjetri. Asnjë s'ke gjetë. Mendon se ke gjetë, po s'ke gjetë asnjë gjë. Se Zoti u prezantua me mënyrë të caktuar. Jo me mënyrë lëmshi siç është bërë sot. Sot kanë dalë 1700 fe të ndryshme u bër. A dhe ma gjeti më se ku është. Se një është. Një ai, një është dhe besimi i tij. A dhe gjeti kush është. A është e lehtë që ta gjesh? Është shumë ekstremisht e vështirë. Edhe këshilla ime është më mirë të mos besosh fare sesa të gjendesh tek vendi i gabuar. Më mirë mos besosh fare? Po, se po profilizove në një fe të gabuar për shembull. Prisja këtë Alex. Pse edhe se prisja? Ti je ateist domethënë? Jo se desha ta përfundoj që ta kuptoj se pse është më mirë mos besosh fare. Sepse po profilizove në një fe të gabuar, ti automatikisht kthehesh në armik të tij. Sepse po beson në diçka që ai nuk ta ka thënë. Po më ti dëgjoj, se vetë njeriu që nga kjo si po dëgjoj më shumë vëmendje, që nga krijimi si ka krijuar Zoti, pra, njeriu është i pastër. Pastaj fillon bëhet pis, siç e tham, që ke dalje kopsht, nga kopshti. Po edhe kur lind është i pastër. Po pra që kur lind pra. Pra, po jo.
Prandaj e bëjmë lidhjen me atë. Pra ideja, ajo se çka ka ndodhur, Zoti e di se çfarë do ndodhi. Çfarë po ndodh tani, çfarë do ndodhi. Çfarë do ndodhi më pas. E di gjithë, është film, ky e gjithë kjo. Po. Për atë është shtyp butoni dhe vazhdon po luhet e çfarë do luhet mbrapa. Ai di se do vazhdojë se përfundoi filmi. Neve nuk e dim, Ne nuk e dim, bravo. Por ne po mundohemi nëpërmjet asaj çfarë po thua ti dhe çfarë është thënë, çka ka ndodhur atëherë, të kuptojmë dhe ta lidhim atë se çfarë po ndodh sot, edhe me historinë që na tregove me dy vëllezërve, ne po e shohim sot pra. Ngjarja që ka ndodhur atëherë po ndodh sot me ngjyra ndryshme. Po pra historia përsëritet, e kemi ditur kjo. Por ideja është që edhe me krijimin e Adamit dhe Evës që ne e kemi kuptuar dhe e shohim që ata ishin dy njerëz pastër si kur erdhën. Pastaj filluan elementet jo gjarpri, jo molla, po pra devijimet. Por mashtrone. Edhe vetë njeriu pra në këto devijime që thua ti që të thuash më mirë të zgjedhë mos besoj fare në Zot, se sa të keq orientohet nga një feje ose 170 si shteti ose ku diun sa mund të jenë grupacione të ndryshme. Pra, ndërgjegja ose ajo dëshira, qëllimi, synimi për çdo njeri që është krijuar në këtë botë, ai që është pa qëllime tërta, e ka për të mirën, apo jo? Çdo njeri ka prirjen të besoj. Ti ke prirjen për mirë. Po. Edhe unë për mirë. Nuk po flasim për atë që kam për qëllim për tjetër. Por unë në qëllimin tim e kam për mirë, por në degëzimin ku shkoj gabim. Po. Ose në rrugën që zgjedh, shkoj gabim. Po. Por e shohim te kjo timnare që tham, e shohim që na serviret bukur, na serviret mirë, dhe unë e besoj. Po. Pra këtu nuk ka qëllim të keq tek unë. Po jo, prandaj thashë nuk ka njerëz të keq. Po, dakor, ti me qëllim mirë nisesh sepse njeriu ta thash ka prirjen, çdo njeri ka brenda thellë natyrës së tij, prirjen për të besuar në dikë që është mbi atë vet. E kanë të gjithë të prirjen. Unë nuk besoj se ka njerëz ateistë realisht. Ata thjesht janë kështu, ku dëgjon, janë shumë si mod, si trend. Ku dëgjon sepse thonë neve kemi shekullin 21 tani, kemi teknologjia, do merremi me koncepte mesjetare, kështu që koncepte mesjetare. Brava bote. Po, je ke ngel tani. Po të gjithë e kanë atë prirjen për të besuar. Por unë po të thoja që se sa të gjendesh në vendin e gabuar, me atë që s'ka lidhje me Zotin fare, më mirë mos besosh fare. Edhe ke kokën e qetë. Sepse beson në një fe që është e rreme, që e ka shpikur ai sykuqi, sa i ka shpikur gjitha. Kjo është ajo lufta që kemi, çdo kush nga ne ka luftën. Pra ajo është ti, sado që ti beson, ti çdo ditë ke këtë luftën me veten, që të qëndrosh, të shkosh gjithmonë në hapa drejt përmirësimit, që dalin po ke pyetja që të bëra, sa i gatshëm je ti që sot ikësh, të ndrosh jetë. Unë nuk e di sa i gatshëm jam. Jo, e qartësuam atë pjesë, e folëm për atë. Por ideja është që ti, prandaj nuk je i gatshëm, si ti do të shkosh drejt përmirësimit. Pra hajt ta fshillë këtë, hajt të bëj edhe një më të mirë, bëj edhe një më të mirë. Kjo është ajo që ne kemi gjatë gjithë kohës tonë. Prandaj po them që ku e dim ne se cila është. Çfarë është ajo që të vjet ty më afër vetes ose më afër zemrës, më afër shpirtit. Pra që mendoj më mirë është që të lidhesh derisa të vijë ajo. Se ka përshtypjen çdo kujt Zoti ja jep atë që si Zoti normalisht e afron njeriu e tij afron afër vetes. Po. Kur ti dëshirën, qëllimin, zemrën e ke të pastër, se edhe njëri, edhe nëse s'ka besim ose ka një besim tjetër, nëse ai vepron po njësoj si ty që ti beson Zot, cila është diferenca? Se edhe qëllimin e ka shumë mirë, keq nuk bën, tjetër nuk bën, gjitha qëndron shumë korrekt në këtë pjesë. Po nuk është qëllimi që ti je thjesht njeri i edukuar. Mos të vjedhësh, mos të shash, mos të ofendosh. Këto diskutojnë fare që duhet jenë. Po s'janë këto janë fillimi, hyrja. Qëllimi i njeriu është bëhet njeriu i shenjtë, bëhet i përsosur, kthehet siç ishte Adami para rënjes. Ai është qëllimi. Po s'u bë Adami. Kështu thotë Ungjilla atje, bëhuni të shenjtë se i shenjtë është Ati juaj ndër qejt. Është porosi kjo valla. Shenjtëria, e keni dëgjuar të shprehjen që thonë nuk ka njeri të përsosur? Porosia është të përsoseni, sepse i përsosur është Ati juaj ndër qejt. Kush është përsosur deri më sot? Ata që kemi neve shenjtor sot, ata janë të përsosurit. Jo, që janë, që është përsosur, pra që ka qenë. Po kemi edhe sot njerëz të shenjtë. Gjithmonë do të ekzistojnë deri në fund botës do të ekzistojnë. Edhe sa dekada që kanë mbetur. Suluni prapë këtu.
So, iku truri kur I thash edhe 50 vjet. Edhe 60 vjet maksimumi. Me shtoj 10, shtoj. Jo se mendova çik më mirë, I futëm I mik. U kam bërë një llogari të thjesht fare alla që ta kuptoj njerëzit e gjë, se u bën keq aty. Për ta përmbledh tani, për ta mbyll. Po, se kishin bërë kështu plane të frikshme, se thot për 50 vjet, prit Allah, se unë mund të shkoj 80 vjeç. Du ta gëzoj. Po, ai që thash më, do kemi akoma plane një. Tani me ato leximet që kam bërë që t'jeni dhe të qartë, nuk parashikoj, nuk bëra si gjë nga këto që mund mendoni. As si ai që del të dielave atjes jam. Thot tani, do nisi lufta. Po. Lufta tretë. Do nisi tani këtë vit do nisi. Si do nisi vit? Do I bin qendrarit bërthamor të Iranit, aty do futemi zyrtarisht, do I heqin Erdoganin që do janë ai, nuk do I heqim me tërmetin e madh që do bëhet tani prap. Do I godasim me ndaj gjë aty, do sjellin një qeverinë e re që do I bindet komplet Amerikës. Ata do nisin që t'i bin Greqisë, sepse nëpërmjet Turqisë do ta bëjnë këtë gjë, se e kanë fiksim dhe Greqinë me zhduk. Në atë kohë do niset rusi nga Jeruzalemi, sepse në atë kohë do jetë duke u fornozuar antikrishti atje, Januka, do ndërpritet ajo, do vi me vrull që ande, jo për të mbrojtur Greqinë, jo se do, por nga që ka interesat e veta. Edhe kështu, do zjasi punë maksimumi një vit, se me këto armë që kemi sot, marrim punë shpejt e shpejt. Nuk do zjasi si e para dhe e dyta, 3-4 vjet, 5 vjet. Do marrim punë shpejt e shpejt. Do nisi mbas luftës së tretë, do kemi paqe 30 vjet. 30 vjet paqe, 30 me 35 është thënë, diku aty. Pastaj do vi antikrishti. Që do jetë 7 vjet do e ketë kohën ai. Po. Te pjesa e parë do mashtroj, te pjesa e dytë do tregoj fytyrën e vërtet. Po. Siç bëjnë këta kur bëjnë fushata, hiqen si të mirë, pastaj sapo ja jep marrin mandatin, e tregojnë vetëm se kush janë. Kështu do bëj edhe ai. Edhe ai 3 vjet e gjysmë do ketë. Një mandat do ketë ai. 3 vjet e gjysmë, pothuajse një mandat. Tani po ti llogarisësh, po ta llogarisësh, këto 35 vjet, edhe 7 vjetët e atit, fundi botës, vjen dita e gjykimit, sepse nuk do ketë më vazhdim historia. Nuk ka më. Po, sepse ai do jetë kulmi I frutit të kësaj njerëzie. Do jetë kulmi të keqes ai. Deri aty do e çojmë neve. Që të dalë një frut I tillë, si antikrishti. Me gjithë atë ligësinë që kemi neve. Se secili është një e keqe e vogël. Ai do jetë e keqe absolute që do jetë fruti I kësaj neve që kemi zgjedhur. Si pasardhës të Kainit, se nuk e kemi zgjedhur udhën e mirë. Na preferojmë të keqen zakonisht. Pse është më lakmur e keqja? Po është më e lehtë, më kollaj. Është rruga e shkurtër. Rruga e shkurtër nxjerr më gjatë. Kupton, kështu e bëj llogarinë, që do jetë diku te 2050-2060 fundi botës. Tani me vit nuk e di tamam. Sa I bi? Ai bi aq. 25 vite? Tani ne jemi 2025. Shto edhe 35? 2060, ha? 2060. Edhe pak sa do jetë ai? 7 vjet? Po ta kishim hëngur pensionin pak të mbrapa. Aty kishin hallin ata që u hodhën për pjet. Kur? Po pension s'ke për të marrë as tani, as për një vit do I merrin pensionet. Informacion kjo. Si e? As për një vit nuk do I marrin pensionet. E jo më mas kur bëhen 80 vjeç. Si as për vit, do marrin pensionin mas I vitit? Po çfarë pensione se do çorientohet komplet sistemi. Aha, po, për këtë që them. Do prishet. Do merr pension. Bëjnë plane. Kështu që bëni këtë vit çat arrini të bëni në një pushim veror, se pastaj vetëm turqimës shohën se. Në Shqipëri do ketë trazira gjona të tilla apo ta themi herë tjetër. Këtu do kemi trazira politike, do na fusin këta krejat e partive që mos e thotë se si, jemi kështu fushate tani dhe prishen balancat, ha? Po le të thënë ka paguajt ky, ka paguajt ai ne këtë gjona të tilla. Kush e ka paguajt? Po ne jemi unë jam asion. Po mirë, pse thu unë jam asion, unë jam unë tani se neve si me asionin. Çfarë se po hym tani për çaje me një tjetrin tani. Unë jam asionin, po unë jam. Po sot ta njoni fol për emrin për veten tatë, mos fol për tjerët. Po pra këtë po them se do të thonë që po jam të thonë që shije ka paguajt ky të flasë për këtë, po kush e ka paguajt më? Asnjëherë, asnjë mos votoni, as të vjetër as të rinj. Jo, mos bësh. Tani kush e ka paguajt? Është antikushtetuese, po. Është antikushtetuese kjo që the. Alex, të falenderoj shumë për gjithë informacionet, për bashkëbisedimin. Kalum sa ndej këtej, kështu është bolla jeta, bota, shumë e koklavidur, shumë informacione, shumë ngjarje dhe po na jepen çdo ditë ndodhira, ngjarje, fakte, gjëra që po ndodhin, po na tregojnë atë se çka ke thënë.
po e shihni vetë dhe po e komentoni. Çfarë thot Daja më? Çfarë thot? Çfarë tjetër? U përgjigjem gjitha pyetjeve. Nuk e di. Ja, janë shumë pyetje, por ne do të kemi edhe herë tjetër, por deri diku aty shkojnë. Kështu që presim pyetje të tjera për episodin tjetër. Dakor, jemi në pritje. Uroj që të jeni mirë dhe reflektim për të mirën. Ajo është. Urojmë që edhe ne të ndikojmë te kjo, patjetër është kënaqësi vetë kjo gjë. Ky është qëllimi. Ka lidhje fare as me materien, as me masë dhe gjëra tjetër. Kështu që urojmë çdo kush nga ne do të vë dorën, t'japi dorën, t'japi atë të mirën. Pra është ajo që duhet të dalim pa, mendoj unë. Pra në gjë të tymnare, në gjë të këto qosh sokake që ndërtuar, që na çojnë ke keqja, urojmë që të na bëjnë që të qëndrojmë, të stepemi, qoftë jemi drejt asaj rruge dhe ta japin atë shenjën e mirë. Dhe urojmë të shtojnë njerëzit e mirë sa më shumë. Dhe të paksohet e keqja. Miq, ju përshëndesim.